mbrëma nderuar teleshikues, ky është 10 minutë. Edhe 5 ditë kemi zgjedhje, por në fakt ka qenë shumë debat i madh lidhur me listën zgjedhore, me problemet, me votues të dyshimtë dhe kështu me radhë, të cilat janë debatuar fuqishëm në opinionin publik. Qytetarët sigurisht se kanë shqetësimet e tyre lidhur me atë se a qëndrojnë në listën e votuesve apo janë fshirë. Ekziston edhe problemi tjetër që votues të paqenë figurojnë në listën zgjedhore. Një iniciativë qytetare ne vendosim ka marrë një iniciativë për të shqyrtuar dhe për të shpjeguar qytetarëve të gjitha dilemat që mund të ketë ata rreth procesit zgjedhor. Me mua në studio sot është Kastriot Mehmeti, përfaqësuesi i kësaj iniciative. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Atëherë mund na thoni cila është në fakt filozofia e kësaj nisme dhe sa kohë ka që ekziston si e tillë? Iniciativa ne vendosim e para ka për qëllim të mbrojtjes së interesave të qytetarëve, njëkohësisht linja jonë falas SOS, e cila shërben për periudhën parazgjedhore dhe në periudhën zgjedhore, shpresojmë të jetë edhe të asaj pasgjedhore, për ndihmë të qytetarëve në të gjitha mundësitë e saja, pa marrë parasysh në ndihmën e dhënies mendimeve juridike deri te përfaqësimi, në disa raste ku neve na lejohet ose na jepet mundësia. Sa kohë keni që ekzistoni si iniciativë? Iniciativa ekziston një kohë më gjatë, mirë po linja SOS për periudhën zgjedhore ekziston rreth 2 muajsh. E gjithë kjo me qëllim të mbrojtjes së interesit të qytetarëve. Domethënë një kohë relativisht e mjaftueshme për qytetarët. Atëherë, a mund të na thoni disa raste më eklatante që kanë paraqitur qytetarët dhe a janë të interesuar qytetarët të konsultojnë në linjën tuaj telefonike dhe ekspertët tuaj për parregullsi të ndryshme? Është e vërtetë që kemi pas shumë raste të shkeljeve, njështu edhe të kushtetutës, sepse dim se drejta e votës është drejt kushtetuese, mirë po njështu edhe shkelje të kodit penal të Republikës së Maqedonisë, me çka Këshilli Shtetëror Zgjedhor nuk e ka kryer punën e vet, për cilën është kompetente. Gjatë paraqitjes së këtyre qytetarëve, disa nga ato kanë bërë edhe lutje deri tek organi i mëhershëm, mirë po nuk kanë fituar asnjë përgjigje, me çka mund të konkludojmë që KSZ pekes përdor me një farë mënyre pozitën e vet zyrtare, me çka nuk po reagon në kohën e nevojshme. Ju keni denoncuar këto raste në KSZ? Kemi denoncuar edhe në konferenca për shtyp të mëhershme, njështu kemi evidentuar shumë raste të këtyre shkeljeve, mirë po nuk kemi marrë asnjë përgjigje, edhe pse faktikisht jemi prezent edhe në media. Për çfarë rastesh konkretisht bëhet fjalë, cilat janë më të shpeshta që raste më të shpeshta, ose mund të themi kushtimisht shumica e rasteve kanë të bëjnë me fshirjen e personave fantom ose fiktiv, cilët as personat që jetojnë në adresat e këtyre rasteve nuk i njohin, as që kanë dëgjuar më herët për këto persona. Qytetarët në disa raste të këtilla janë ankuar deri te Këshilli Shtetëror Zgjedhor për fshirjen e këtyre persona, mirë po nuk u ndërmarr asnjë veprim. Në disa është marrë veprimi, mirë po mund të konkludojmë se lista zgjedhore nuk është e pastruar, me çka figurojnë këta persona fiktiv. Pra, sipas të vlerësimit të iniciativës tuaj, këto zgjedhje edhe nuk mund të jenë aq besueshme, thoni? Me vetë faktin që një institucion shtetëror nuk e ka kryer detyrën e vet, për cilën domethënë ekziston, kemi të bëjmë me ulje të kredibilitetit të këtij institucioni, po dhe të vetë zgjedhjeve në përgjithësi. Për shkak se kjo e drejtë ose këta votues fiktiv mund të keq përdoren nga ana e politive partike në kohën e zgjedhjeve. Ne shpeshherë dëgjojmë raste kur partitë caktuara politike ofrojnë shpërblime, po themi të vogla, qytetarëve për të votuar për ta. A keni pasur ndonjë rast ose ndonjë denoncim të tillë që qytetarët kanë thënë, po mua më kanë ofruar kaq para ose këtë shpërblim për të votuar për X parti?
Jo oficialisht kemi marrë një informatë nga një qytetar se një parti politike, cilën nuk mund të potencojmë në moment, ka ofruar të holla një grupi etnik, do me thonë një përkatësie etnike, me qëllim blerjes së votës së qytetarëve, mirë po gjatë hetimit nga ona e ekipit tonë SOS, nuk kemi ardhur deri te verifikimi i këtij informacioni, me çka dhe nuk mund t'japim dhona të sakta, për shkak se nuk i kemi. Ka qenë vetëm një rast? Vetëm një rast i lajmëruar për lidhje të këtilla. Ju përmendët pak më herët edhe për rastet më të rëndësishme ose më të shpeshta që paraqesin qytetarët. Në fakt, a e keni proklamuar mjaftueshëm këtë linjë telefonike SOS, siç e quani, që qytetarët të jenë të informuar për këtë linjë? Du shkurtimisht me potencu edhe mënyrat e kontaktimit me këtë linjë, me apo më le qytetarëve me ardhë tërtendima juridike, ato mund të thirrin në numrat e telefonit 0800 8888, do me thonë 38, SOS në e-mailin njeullëquvame.mk, njëkohësisht edhe në webfaqen tonë njeullëquvame.mk. Në Shqip nuk e keni këtë webfaqe? Ekziston në brenda webfaqes verzioni në gjuhë shqipe, mirë po webfaqja është me këtë nomenklaturë dhe është kriju para se me qenë pjesë e saj. Dakord. Sot gjatë një preskonference ju keni deklaruar se në ditën e votimit do të jetë kjo linjë telefonike e hapur dhe qytetarët do mund të paraqesin jo vetëm po themi parregullsi, por edhe konsulta juridike. Sipas jush, ose në fakt çfarë konkretisht po ofroni, çfarë konsultash juridike? Për çfarë mund të mos jenë të informuar qytetarët në këtë drejtim? Për mbrojtjen e disa të drejtave të qytetarëve, qytetarët duhen në disa raste në bazë të ligjit të marrin iniciativë vetë për zgjidhjen e këtyre rasteve. Në disa raste ku ligji ne si organizatë na lejon për me ndërmarrë ndonjë veprim juridik, ne ato e bëjmë në emër të qytetarit, e gjithë kjo me qëllim të dhënies së ndihmës juridike dhe të këshillave juridike. Do me thonë, jo vetëm ndihmë juridike në rast se është thyer ndonjë dispozitë ligjore, mirë po dhe këshill juridike për atë rast. Nuk i pyeta për stafin, keni staf të mjaftueshëm për të mbuluar ose për të ofruar gjitha këto shërbime? Po du me ndërlidh se fatkeqësisht kjo linjë, edhe pse është reklamuar në shumë webfaqe dhe në shumë media, nuk kemi aq thirrje sa kemi shpresuar, mirë po kemi, do me thonë nga ona tjetër, kjo kallëzon se edhe qytetarët fatmirësisht kanë fillu mu vedisu, kanë fillu me bashkëpunu për me mbrojt drejtën e tyre, njëkohësisht edhe mu njoftu me drejtat e tyre personale dhe me ditë se si me vepru në rast shkeljes. Kasurët, falenderoj për prezencën tënde në 10 minuta. Shikues nderuar, ishte ky emisioni 10 minuta. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Natën e mirë dhe mirupafshim.